Përshëndetje miq, për mëngjes kam përgatitur këto makarona me peshk. Tani do t'ju tregoj edhe recetën hap pas hapi. Është një recetë shumë e shpejtë, brenda 20 minutave keni gati. Do t'ju tregoj edhe këtë sosin me peshk që e shihni në video, ku do ta hedhni në makarona, bëhen vërtet të shijshme. Filloj me 2 litra ujë dhe 1 lugë me kryp. Derisa jemi duke pritur ujin që të vloj, këtu kam 3 peshq në konzerv që janë të gatshëm. Do të marrim vojnë e peshkut dhe do të skuqi një qep aty. Nëse jeni fillestar në kanalin tim, ju lutem të supportoni me një like apo më edhe një subscribe. Ju faleminderit. Pasi që ka vluar uji, do t'i hedhim makaronat apo pastat për t'i zier për rreth 15 minuta. Një salcë për shpageta ose makarona do ta përziejmë me 300 ml ujë dhe do ta hedhi te qepët e skuqura. Mund ta shikoni se sa e mirë na ka dalur salca e përgatitur. Tani do t'i vendosi peshqit që janë në konzerv dal nga dal. Dhe salcën me peshk apo tuna e kemi gati, edhe makaronat dhe se janë zier. Në kanalin tim mund të gjeni shumë receta tradicionale dhe moderne. Dhe makaronat i kemi kulluar nga uji, do t'i kthejmë prapë në tenxhere dhe do t'ja hedhim edhe salcën e përgatitur. Do t'i përziejmë për pak dhe i kemi gati. Unë në këto pasta i kam shoqëruar me ketchup të djegës, por ju mund t'i shoqëroni me çfarë do që të dëshironi. Është preferenca e juaj. Nëse ju i përgatitni, ju bëft mirë dhe ju faleminderit shumë për shikim.